Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar sqarimin që në fakt Gjesti dhe Egli patën brëm për lidhjen e tyre, por konkretisht do të filloj me Blerinën. Unë e kam komentuar para disa ditëve dhe po të njëjtën gjë, le të themi aty e tha dhe Egli, për punën që Blerina nuk e ka bërë Eglin follow në Instagram dhe Egli e ka fshirë Blerinën nga Instagrami. E para njëherë normalisht unë e besoj që Instagramët e personazheve me kaq followersa janë të mbrojtura nga kompani të veçanta dhe nuk menaxhohen gjithmonë nga ato, po do të thënë menaxhohen edhe nga njerëz të afërt, po qoftë edhe menaxherët e tyre që menaxhojnë Instagramet e tyre. Dhe konkretisht që me hyrjen në shtëpinë e Big Brotherit, banorët në kontratë që nga Big Brother VIP 2 kur ka qenë Luisi, nënshkruajnë dhe për Instagramin, do me thënë që Instagrami të menaxhohet nga menaxherët e tyre. Egli Tako e sqaroi pak a shumë këtë zërin e madh që në fakt po bëhet në përjetet sociale, për marrëdhënien e saj me Blerinën, në këtë rast me Kunatën, me motrën të Gjestit. Ajo e shpjegoi që nuk e ka pas ndjek në Instagram, do me thënë, dhe në momentin që Egli automatikisht i kanë fshirë të gjitha ato followersa që nuk e ndjekin Eglin, është fshirë edhe Blerina. Por që ta sqarojmë pak të situatën, Blerina nuk ka qenë shumë aktive në rrjetin sociale. Blerina tani e ka hapur kohën e fundit Instagramin, edhe e ka përdor vetëm për story dhe është më se normale që të mos kemi ndonjë wow apo të mos befasohemi, sepse Blerina nuk është ndonjë personazh publik, nuk është ndonjë fytyrë publike që duhet me patjetër ta ndjekën Eglin apo me patjetër ta ketë follow. Nëse ne dashurinë dhe respektin për tjetrin e bazojmë në follow dhe në like, atëherë do të thënë ka marrë fund. Në atmosferën e ndezur që ka lënë pas përfundimit të Big Brother VIP Albania 4, çdo lëvizje, çdo deklaratë dhe çdo detaj i vogël mes ish banorëve po analizohet dhe komentohet me një vëmendje të jashtëzakonshme. E tillë ishte edhe një situatë që u ngrit së fundmi në rrjetet sociale. Fakti që Egli Tako, finalistja e fortë dhe shumë e dashur për publikun, nuk ndjek në Instagram Blerinën, do me thë Blerina nuk e ndjek motrën e fituesit të madh të këtij edicioni, Gjestin. Në një intervistë të fundit në post Big Brother VIP, pyetjet për këtë çështje nuk munguan. I vëmendshëm ndaj çdo detaji, Ledion Liço e pyeti drejt për drejt Eglin për këtë situatë që kishte krijuar zhurmë në rrjete. Pa hezituar dhe me një qetësi të admirueshme, Egli vendosi të japë sqarimin e saj përfundimtar. Egli thot kështu: profili im në Instagram nuk menaxhohet vetëm nga unë personalisht. Ka edhe persona të tjerë që më ndihmojnë për menaxhimin e tij. Nuk është bërë ndonjë veprim me qëllim apo për ndonjë arsye personale. Thjesht janë bërë unfollow të gjitha ato persona që nuk më kishin bërë follow. Kjo është e gjitha. Me këtë sqarim të sinqert, Egli theksoi se nuk ka asnjë lloj problemi personal me Blerinën. Madje nuk kishte as dieni të plot për situatën deri në momentin kur u bë temë diskutimi. Kjo nuk ka asnjë lidhje me marrëdhënien time me Blerinën, theksoi ajo duke shuar çdo dyshim mbi ndonjë prishje raportesh mes tyre. Sidoqoftë Ledioni gjithmonë i mpreh në intervistat e tij, kërkoi të shkojë edhe më thellë në çështje duke e pyetur konkretisht, do me thënë Blerina nuk të kishte bërë follow ty. Egli me një buzëqeshje të lehtë dhe duke treguar sinqeritet u përgjigj: jo, nuk di të jap një përgjigje pse nuk më kishte bërë follow. Nuk është diçka që e kam vënë re ose që më ka bërë përshtypje gjatë kohës. Në këtë mënyrë Egli jo vetëm që tregoi maturi dhe profesionalizëm në mënyrën si e trajtoi çështjen, por gjithashtu bëri të qartë se për marrëdhëniet personale dhe respekti njerëzor që qëndrojnë për te botës virtuale të rrjeteve sociale, ajo refuzoi ta dramatizonte situatën dhe u fokusua në thelbin e vërtet. Respekti reciprok dhe mirëkuptimi janë shumë më të rëndësishëm se sa një follow apo një unfollow në Instagram. Ky sqarim i qartë dhe dinjitoz i Eglit u mirëprit nga shumë fansa të saj,
të cilët theksuan se Egli edhe një herë tregoi se është një vajzë me karakter të fortë, me mendësi të shëndosh dhe pa komplekse të kota për çështje të parëndësishme. Në një kohë kur jetët sociale shpesh bën burim dramash të panevojshme, është e admirueshme të shohësh personazhe si Egli që zgjedhin të ruajnë qetësinë, të sqarojnë me elegancë dhe të mos bien pre provokimeve, sepse në fund të fundit, siç tregoi edhe kjo situatë, jo çdo gjë duhet parë si konflikt, jo çdo veprim duhet interpretuar si qëllim keqdashës. Ndonjëherë ndodhin edhe gjëra të thjeshta pa asnjë prapavi, dhe jeta vazhdon përpara me respekt dhe me dashuri. Unë jam munduar kështu ta përshkruaj, sepse të paktën nuk të lexova tek Egli. Tani, Egli shumë bukur e sqaroi, Blerina nuk është se ka përdor Instagramin, unë e kam thënë edhe në për komentimet e tjera, Blerina ka hapur shumë vonë Instagramin, ajo ka përdor vetëm rrjetin social TikTok, do të thënë tani me pa dëshirën e saj ajo po bëhet e njohur në për median shqiptare, dhe ajo ka postuar vetëm mbështetjen e vllaut të saj. Dhe normalisht është më se normale që të mos ta ketë Eglin në Instagram, sepse në fund të ditës vetë koha, vetë marrëdhënia e tyre, vetë afërsia e tyre, vetë dashuria e tyre, vetë pozitiviteti i tyre do të dëshmoj për situatën e tyre. A do të vazhdojnë apo nuk do të vazhdojnë? Dhe mbi të gjitha Egli shumë bukur e sqaroi, do me thënë, nuk e ka fshirë me kastile, ka qenë menaxhuesi i Instagramit të saj që ka bërë unfollow të gjithë njerëzit të cilët nuk e ndjekin Eglin. Për të besuar këtë gjën, unë mundem t'ju dëshmoj dhe më shumë, sepse edhe unë njëherë me një program special kam bërë unfollow të gjithë ato që nuk më ndiqnin në Instagramin tim, që mos më rinë kot aty. Do me thënë, Instagrami është do më ndjekësh të ndjek, nuk ka asnjë lloj situate tjetër, nuk ka asnjë lloj historie tjetër në këtë mes. Besoj që edhe ju jeni të këtij mendimit. Egli ishte shumë mirënjohëse dhe shumë e lumtur ndaj familjes së Gjestit, që këtë në fakt do ta komentojmë në momentet në vazhdim. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV për të gjitha lajmet e radhës.